Për herë të parë në botë, në Spanjë është realizuar transplanti i pjesëshëm i fytyrës, por ajo çfarë e bën të veçantë këtë lloj ndërhyrje kirurgjikale është fakti se dhuruesi ju nështrua vdekjes së asistuar ose eutanazis, një procedurë legale e cila ekziston në Spanjë që nga viti 2021. Por si u realizua kjo ndërhyrje kaq shumë e specifikuar dhe cili është rezultati sot. Operacioni i kryen në Spitalin Universitar në Barcelonë të një paciente që kishte pësuar dëmtime të rënda të indeve të fytyrës për shkak të infeksionit, i cili kishte dëmtuar funksionet thelbësore, duke përfshirë frymëmarrjen, të ushqyerin dhe të folurit. Transplanti mundësoi rindërtimin e pjesëshëm të fytyrës së pacientes dhe nisi rikuperimin e saj funksional. Kreu i kirurgjisë plastike dhe të djegjeve në këtë spital drejtoi ekipin kirurgjikal, i cili përbëhej nga 100 profesionist mjekësor, duke përfshirë kirurg, anestezist, infermer dhe specialist në mikrokirurgji, imunologji dhe shëndet mendor. Sipas ekspertëve, kjo lloj kirurgjie kërkon përgatitje të gjerë dhe kujdes pasues gjatë të gjithë jetës, pasi përfshin transplantimin e lëkurës, muskujve, nervave dhe strukturave të kockave, së bashku me medikamente të vazhdueshme për të parandaluar refuzimin e indeve. Spitali bëri me dije se procedura ndoqi protokolle rigoroze, etike dhe ligjore, dhe po ashtu pranoi bujarinë e donatorit dhe familjes së tij si thelbësore për ta bërë të mundur këtë zhvillim mjekësor. Në fakt, Spitali Catalana u bë qendra e parë në botë që krijoi një transplant të plotë të fytyrës në vitin 2010, por këtë herë ishte transplanti i parë i pjesëshëm i fytyrës në botë me një donator që u nështrua eutanazis dhe vendosi të dhuronte organet dhe indet përfshirë edhe fytyrën. Deri më sot janë kryer rreth 54 transplante të fytyrës dhe në botë ekzistojnë vetëm 20 qendra të specializuara për të realizuar këtë ndërhyrje kaq të rëndësishme dhe shumë të rrezikshme për jetën e njeriut.